par mënyre, dhe këto janë përpjekje që Zonja Osmani të kthehet ose të ambientohet nështë gradualisht duke i taku strukturat, të ambientohet me kthimin në LDK, nështë me shpresën që mund të arrisë një farë mënyre LDK-n. Kjo do të ishte në interes nështë atë LDK-s, sepse ka rënë bukur poshtë dhe çfarë do rritje mund të konsiderohet si një prurje e dobishme për LDK-n. Po çka do i ofrojnë një farë mënyrë dhe LDK-s më duket, po edhe vendit duhet ta shohin, do të cilat do të jetë kauzat që ka Zonja Osmani ose vetë LDK-ja ose një kauzë e re që Zonja Osmani do ta ringjallë ose rikthejë një farë mënyrë brenda LDK-s. Kjo mbetet shifet sepse kauzat për cilat vërtet ka nevojë vendi, nuk është që për këto 5 vite është dëshmu shumë Zonja Osmani që është mbrojtja atyre vlera. Këtu tashmë edhe duam që ta përqendrojmë edhe pak minuta sa kemi në dispozicion këtë bisedë, po nisim me juve Argjend. Kujtojmë që para pak ditësh ajo edhe dorëzoi postin e saj të presidentes tek zonja Haxhiu, e cila tashmë është ushtruese e detyrës së presidentes. Si e keni parë Osmani në 5 vitet e saj si presidente e Kosovës në arenën ndërkombëtare si dhe në brenda vendit? Para ajo se çfarë duhet ta kemi të qartë për zonën Osmani si presidente e vendit, mund të themi që zonja Osmani për vitet e tona gjatë qeverisjes së zotit Kurti ka qenë në fakt një notere e zotit Kurti. Pra i është bindur zotit Kurti në të gjitha kërkesat të cilat i ka pasur. Madje edhe kur ligjet të cilat i ka propozuar zoti Kurti i ka kaluar në kuvend, i kanë shkruar presidentës, presidentja i kanë nënshkruar duke e ditur që të njëjtat janë antikushtetuese. Pra ka qenë në shërbim total të zotit Kurti.